Shefi i kabinetit të përparim Ramës nuk pranon të komentoj dyshimet për meton në ndërtime. Florent Maliqi, shefi i kabinetit të kryetarit të Prishtinës përparim Rama, i cili u denoncua në prokurorinë speciale për çështjen e legalizimeve, nuk ka pranuar të flasë para kamerës për këto pretendime. Ditë më parë, lëvizja vetëvendosje dorëzoi në prokurorinë speciale një material në të cilin pretendohet se Maliqi komunikonte me disa akter për disa legalizime në Prishtinë, duke përmendur edhe shuma në vlerë deri në 30.000 euro. Maliqi, i cili momentalisht mban postin e shefit të kabinetit të përparim Ramës, ishte drejtori i urbanizmit në Prishtinë. Në bisedat e publikuara përmendet gjithashtu edhe emri i kryetarit Rama, derisa pretendohet se për këto legalizime janë kërkuar shuma që arrin deri në 30.000 euro. Në të njëjtat materiale pretendohet se gjatë kohës sa drejtonte drejtorinë e urbanizmit, Florent Maliqi është shprehur se i ka sjellë përparim Ramës përfitime të mëdha financiare dhe se pikërisht për këtë arsye më pas është emëruar edhe si shef i kabinetit të tij. Sipas përmbajtjes së materialeve, komunikimet janë zhvilluar me një person me të cilin Maliqi kishte raporte të afërta. Maliqi, i cili për postimet në rrjete sociale mohoi akuzat, nuk ka pranuar të flasë para kamerave. Veç disa pyetje. Pra Maliqi publikisht nuk pranoi të intervistohet. Ditë më parë, kryetari i Prishtinës përparim Rama doli me një reagim publik. Kryetari nuk i mohoi pretendimet e ngritura, por theksoi se komuna do të ndërmarrë veprime ndaj kujtdo që konstatohet se ka shkelur ligjin. Kallzo.com ka kërkuar sqarime edhe nga prokuroria speciale lidhur me kallëzimin penal që lëvizja vetëvendosje e dorëzoi më 30 korrik 2026, por deri në momentin e realizimit të storjes nuk ka marrë përgjigje. Ndërkohë, asamblistja e lëvizjes vetëvendosje Berita Abazi thot se materialet i ka pranuar nga një sinjalizues anonim. Ajo shtoi se prokuroria ka bazë të mjaftueshme për të intervistuar si Florent Maliqin, ashtu edhe kryetarin përparim Rama. Me datë 29 korrik, pas dite, disa antarë të kuvendit komunal nga lëvizja vetëvendosje kemi pranu një email sinjalizuese e cila na ka përcjell një numër të shumë të screenshotësh dhe parcela të cilat është treguar ku është ndërtuar dhe për çka po bëhet fjalë në ato mesazhe, në ato komunikime. Tash shefi i kabinetit e ish drejtori i urbanizmit komunikon me një person tjetër dhe i tregon se si ka legalizuar jashtëligjshëm disa objekte. Aty përmenden emra kompanish dhe në tërë komunikimet drejtori dhe tash shefi i kabinetit të përparim Ramës thirret në emrin e përparim Ramës. Pra ka një lidhshmëri në mes të kryetarit të komunës edhe shefit të tij, i cili tregon se si jashtëligjshëm në vazhdimsi ka legalizuar objekte të ndryshme. Bile në një pjesë të komunikimit ai thotë çështo bëhen paret në komunë se me një pak të drejtorit nuk mundesh me bë kurrë. Natyrisht që ne konsiderojmë që ka bazë të mjaftueshme, marr parasysh se ato objekte ekzistojnë, duhet thjesht të verifikohet procesi se si janë legalizuar dhe ai kanë plotësuar kushtet deri në legalizim. Në këtë drejtim, ne edhe një herë i bëjmë thirrje prokurorisë speciale që të veprojë, që t'i thrasë në intervistim, që t'i marrë parasysh të gjitha materialet. Në ndërkohë, kryetari Rama në një deklarim tjetër në rrjete sociale sërish ka mohuar akuzat, duke potencuar se ky rast është një sulm ndaj tij dhe familjes së tij. Në çështjen Maliqi përmenden disa objekte të cilat sipas bisedave dyshohet se janë legalizuar mbi bazën e rishfeteve. Kallzo.com ka kërkuar nga komuna e Prishtinës që të sigurojë dokumentacionet për procesin e legalizimit të këtyre objekteve, mirëpo deri në publikimin e këtij materiali, zyra për informim e komunës nuk ka ofruar përgjigje.